Një fëmijë i cili rritet në mënyrë të shëndetshme sa i takon ushqyerjes, aktivitetit fizik, konsumit të lëngjeve apo cilësisë së gjumit, do të jetë një adult i cili do të ketë më pak probleme me shëndetin. Nëse ne ushqehemi shëndetshëm dhe kryejmë një stil jetese të mirë, sigurisht nuk eliminojmë të gjitha sëmundjet, por ama mund të rrisim cilësinë e jetesës tonë, mund parandalojmë disa problematika të cilat kanë si faktor të modifikueshëm ushqyerin, por nga ana tjetër edhe mund të lehtësojmë simptomat e një sëmundje e cila mund të jetë edhe pak më shumë agresive. Ndaj që ashtu siç Nikolas her pas here ka lexuar librat lidhur me ushqyerjen, por edhe patjetër gjatë bisedës që kemi bërë së bashku duke shpjeguar rëndësinë e ushqimeve, si mbyllet një ushqim, duke luajtur me ushqime të ndryshme, ai ka kuptuar që vërtet duhet fokusuar patjetër në pjatën e tij, në një proces i cili unë kam shpreguar shumë herët që është shumë i thjeshtë. Mjafton të kontrollojmë dorën se çfarë marrim për ta vendosur në gojën tonë. Kështu do të sjellim në trup shumë benefite shëndetësore. Normalisht fëmijët janë bekimi i jetës, fëmijët janë ata për cilët ne luftojmë, punojmë dhe patjetër përpiqemi që të sjellim të ardhura materiale për një jetë të shëndetshme dhe të mirë. Dhe kur flasim për një jetë të shëndetshme dhe të mirë, nuk në kuptojmë lodrat e bukura apo vetëm gjërat materiale të cilat fëmijët i kërkojnë, plotësimi i tekave, por është pikërisht të pasurit durimin dhe le të themi ndërgjegjësimin lidhur me ushqyerjen. Po ashtu duke i shpjeguar fëmijës her pas here që natyra na ofron ushqime të cilat janë në benefitin tonë dhe industria jo gjithmonë është miku i tyre më i mirë. Edhe pse ngjyrat e bukura, aromat, shihet her pas here tunduese janë një ndjellje shumë e mirë për fëmijët, por që nga ana tjetër bëjnë shumë dëm për ata. Kështu që duhet të kujdesemi që të jemi delikat në informacionin që u japim fëmijës, në mënyrë që ata ta perceptojnë se çdo të thotë ushqyerje e shëndetshme dhe kur të shkojnë në market bashkë me ne për të bërë pazaret e javës, të dinë çfarë të zgjedhin për të vendosur në karrocën e tyre. Shpesh dëgjoj nga prindër të thonë se është pak e pamundur që me fëmijët të bashkëbisedohet apo të negociohet për të ngrënë ushqime të mira dhe patjetër që është një sfidë më vete, është shumë e vështirë, por nëse ne kujdesemi që në fillimet e para të ushqyerjes, jam e sigurt që do t'ja dalim mban. Dhe kur flas për fillimet e para të ushqyerjes, ashtu siç edhe shikoni librin, tregon ushqyerja e fëmijëve 0 deri në 6 vjeç. Sigurisht vendosja e moshës 0 si një ndër fillimet e ushqyerjes për disa mund të jetë e çuditshme, sepse në moshën 0 vjeç një fëmijë, pra një bebe, nuk konsumon ushqim, ama në momentin e parë që ai vjen në kontakt me botën, i prezantohet qumshti i gjirit. Dhe pikërisht qumshti i gjirit është i pari i cili do ta edukoj këtë fëmijë me orare të caktuara, me sasi të caktuara dhe po ashtu do ta përgatis imunitetin e tij dhe shëndetin e tij. Sa i takon gjithënies, është një ndër proceset më të bukura të një nëne dhe të një fëmije. Është një lidhje e jashtëzakonshme që bëhet ndërmjet nënës dhe fëmijës, por është edhe një proces i cili ka benefite shëndetësore për të dyja palët, si për nënën edhe për bebi. Në fakt në libër unë jam zgjeruar disi me informacione, ju do të keni këshilla të cilat do t'ju ndihmojnë të kuptoni dhe më shumë procesin e gjithënies, afërsinë që krijon me fëmijën, atachimin me të, proceset kognitive dhe behaviorike që zhvillon tek fëmia, por nga ana tjetër dhe lehtësinë që ka për trupin e nënës. Shumë nëna të cilat janë në gjithënie, mbas lindjes sigurisht problem kryesor mbetet pesha dhe pikërisht nënat të cilat janë në gjithënie, pra në procesin e laktacionit quajtur ndryshe, e kanë më të thjeshtë për të humbur peshën. Është një ndër të shumtat benefite që ka gjithënia, bashkë me faktin që për nënën ndihmon edhe për çlirimin e disa hormoneve pozitive. Po ashtu, sa i takon fëmijëve, janë ata të cilët pasurohen me imunoglobulinën A, pra forcojnë sistemin e tyre imunitar, rrisin sasinë e leukociteve, pra ruazave të bardha të gjakut që janë ushtarët tanë mbrojtës sa i takon virozave e të tjera inflamacioneve që ne kemi përmendur edhe më sipër, edhe në emisionet e mëparshme. Patjetër krijojnë një mbrojtje imunitare si kundërthash, por gjithashtu pajisen me nutrientët e mjaftueshëm që i duhen një bebi për të rritur dhe për të zhvilluar. Deri në moshën 6 muaj është detyrim nga ana e nënës që të ushqejë fëmijën me gjy, përjashto raste të caktuara ku nëna nuk mundet të ushqejë fëmijën me gjy dhe zgjedh alternativën formulë, por gjithsesi nëse nëna sadopak të ketë qumësht, le ta bashkëshoqërojë dhe me formulën, por gjithënia duhet mbetet prioritet. Në moshën 6 muaj, sigurisht që bebi fillon të ndryshojë, le të themi, qasjet e veta, kërkesat për rritje janë më të mëdha,
mëdha, nevojat për minerale dhe vitamina janë më të mëdha dhe patjetër ka ndryshime në sjelljen e bebit që na bëjnë të kuptojmë sa i është gati për ushqyerjen solide. Megjithatë, deri në moshën 6 muaj është e mira që fëmijës të mos i jepet gjë tjetër veç qumshtit të gjirit, përjashto raste të caktuara kur mjeku pediatër e shef të arsyeshme se ky fëmijë është gati për të marrë ushqyerjen solide. Po ashtu sa i takon sasisë së ujit, është një tjetër debat dhe diskutim shumë i madh. Unë e kam vënë re shumë herë, sa herë kam folur mbi këtë çështje, ka patur kundërshtime duke menduar se po nëna tona pse kanë bërë, po si jemi rritur ne. Nuk mund të nisemi dhe të themi si jemi rritur ne. Informacioni kohë më parë ka qenë i cunguar. Shumë njerëz nuk kanë pasur hapësirat që nëpërmjet rrjeteve sociale apo burimeve të tjera të informacionit të marrin informacionin e dur. Këto që ne japim, këto që ne shkruajmë nëpër libra, nuk janë informacione të sajuara thjesht nga eksperjenca, por janë burime të mirëfillta shkencore. Janë burime që vijnë nga EFSA, nga ESPEN, janë burime të cilat vijnë nga ESPGAN, që është një tjetër shoqatë e nutricionit që na jep këshilla shumë dhe rekomandime për sa i takon nënave të reja. Po ashtu është WHO, që është Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila përsëri jep rekomandimet e veta për një ushqyerje të dur dhe në gjithëdhënien, gjatë gjithëdhënies, por edhe në ushqyerjen solide. Megjithatë, pavarësisht faktit që ne marrim informacione, dëgjojmë këshilla e tjera me radhë, në një farë forme dhe eksperienca bën punën e vet. Por deri aty ku ne nuk cënojmë dhe dëmtojmë shëndetin e bebit. Ndaj duhet patur parasysh që herë duhet dëgjuar edhe mjeku pediatër, sepse është ai që vlerëson percentilin e rritjes, është ai që shikon ecurinë e bebit, zhvillimin e tij, a është bebi duke ushqyer mjaftueshëm, a ka deficiencë apo minerale e të tjera me radhë. Kështu që për të na dhënë pak më shumë informacion lidhur me këtë situatë, un kam kënaqësinë sot të kem pjesë të një inserti mjeken Greta Haxhi, e cila është mjeke pediatre, ka mbaruar fakultetin e mjekësisë në vitin 2011 dhe ndërkohë në 2019 është specializuar për pediatri të përgjithshme. Aktualisht punon si pediatre pranë qendrës spitalore Shef Qendroqi dhe nëse doni të takoni doktoresh Greta Haxhin, e gjeni në klinikën e saj pediatrike me këtë emër, Greta Haxhi në Alidem. Unë kërkoj nga regjia të vendosim insertin dhe kthehemi përsëri në studio për të diskutuar. Fillimi i ushqyerjes te fëmijët rekomandohet zakonisht në muajin e 6, por kjo nuk është një diçka e prerë me thik dhe fikse. Do të thotë që te një fëmijë i cili ne shohim shenjat e para të interesimit lidhje me ushqyerjen, kjo gjë mund të fillohet edhe më herët. Çfarë do të thotë shenjat e para të ushqyerjes ose shenjat e para që ai ka interes për ushqimin? Që do të thotë që ai e ndjek prindin, ai e shikon kur prindi ka për dietë, i argavitet, kërkon që të kapi lugën ose pirunën e prindit, pra kërkon të bashkëveproj. Në të tilla momente këto janë shenjat kryesore që fëmia ka interes për ushqimin dhe jemi gati ta kalojmë nga një ushqyerje e cila është ekskluzivisht me gjie ose me formulë në një ushqyerje e cila lidhet me ushqime solide. Në rastet e tjera të cilat fëmia nuk i ka këto hapa në lidhje me zhvillimin dhe motorikën e tij, pritet dhe shikohet step by step, hap pas hapi. Në rastet kur fëmia e ka këtë interes, por nuk përkon mosha 6 muaj, e cila është mosha në të cilët qumshti i gjirit ku mbet vlerat e tij ushqyese dhe mendon organizmi kryesisht për nënën dhe jo për bebin, atëherë shikohet në varësi me konsultat me mjekun pediatër, shikohet nëse bebi ka një prapambetje në peshë ose nuk arrin dot që të marrë zhvillimin e tij që përkon me moshën, atëherë kjo gjë rekomandohet edhe më herët. Si të sigurohemi që fëmijët e vegjël po marrin të gjitha vitaminat dhe mineralet e nevojshme për rritjen dhe zhvillimin e tyre? Kjo është një gjë që duhet të përpiqemi si prindër normalisht dhe ne si mbështetës dhe ofrues të shëndetit shëndetësor, duke rekomanduar prindërve që kur fillojnë ushqime solide të kenë shumë llojshmëri në ushqimeve. Çfarë do të thotë? Do të thotë që sipas sezonit, sipas stinëve, të kenë të gjitha ushqimet përbërëse, të gjitha ngjyrat jeshile, pra perimet, frutat, zarzavatet, mishin, djathin, domethënë pjesë e bulmet, vezën, përfshiren këtu edhe të peshkut, duke i marrë shumë llojshmëri, nuk është e rëndësishme që fëmia juaj të haj sasi, mjafton të haj cilësi, duke ngrënë në porcione të vogla, ti marrë në racione 3 deri në 4 herë në ditë, në moment që fillohet ushqyerja dhe është bërë degustimi, pra provimi, testimi i ushqimeve në mënyrë që fëmia mos të ketë ndonjë alergji ose ndonjë reaksion, dhe duke i përfshirë të gjitha këto, ne jemi të sigurt që fëmia po i merr të gjitha vlerat nutritive që janë të domosdoshme për mirëritjen e tij. Cilat analiza të gjakut rekomandohen për fëmijët nga mosha 0 deri në 6 vjeç për të monitoruar rritjen dhe zhvillimin dhe sa shpesh duhen kryer ato?
Tu doja të ndalet të seroj disa gjëra, sepse në një farë mënyre, qoftë dhe nga prindrit, qoftë ndonjëherë dhe nga ne mjekët, abuzohet në lidhje me shpimet e fëmijëve ose me analizat e gjakut. Në momentin që një beb, qoftë i grup moshës 0-1 vjeç, dhe qoftë edhe një moshë më të rritur, është mirë me zhvillimin e tij, është mirë me zhvillimin e tij fizik, me zhvillimin emocional, me motorikën, pra i ka të gjitha sferat e zhvillimit i ka në rregull, nuk ka nevojë që ne të bëjmë analiza gjaku. Rekomandohet bërja atyre në momentin që ne shohim te fëmia i cili ka një çedim në lidhje me zhvillimin, ose shohim ndonjë zbehtësi në fytyrë ose nuk po ushqet ashtu siç duhet. Në tilla raste mund të rekomandohet që ne të bëjmë një pjesë të analizave, ajo më rutina është bërja e një ferritine, një sideremi, pra depot e gjakut për një anemi të mundshme, ndonjëherë niveli i vitaminës D, ndonjëherë mund të kërkohet në raste të rralla edhe elektrolitet dhe niveli i kalciumit dhe fosforit për të parë nëse do kemi ndonjë mikronutrient që ka mungesë fëmia. Por nëse ne do sigurohemi që fëmia të ketë një ushqyerje të mirë dhe të shëndetshme, them se këto analiza nuk do jenë të nevojshme. A ka periudha kritike gjatë kësaj grup moshe, kur ndryshimet në parametrat e analizave të gjakut mund të tregojnë probleme të zhvillimit? Sekundër thash edhe më parë, që ceka edhe më parë, patjetër që ka periudha kritike që lidhjen me rritjen dhe zhvillimin. Vetë rritja është një proces i cili në një farë mënyrë e trondit organizmin e fëmijës. Pra, në momentin që ne hedhim shtat, hedhim gjatësi, shtojmë edhe masën tonë muskulare, pra shtojmë edhe për masat qoftë organeve, qoftë muskujve tanë, normalisht kërkohet që nevojat tona të jenë më të mëdha sepse ato që marrin. Ndonjëherë në raste të tilla mund të rekomandohet që të bëhen këto analiza dhe sigurisht mund të kërkohet dhe suplementimi tyre me përbërës qoftë të hekurit, qoftë të kalciumit, qoftë të magnezit, qoftë të vitaminës D, që janë mikronutrientë shumë të rëndësishëm për rritjen dhe mirëritjen e fëmijës sonë. Si mund të identifikojmë dhe të trajtojmë shenjat e intolerancës ushqimore apo ndjeshmëritë tek fëmijët gjatë periudhës së ushqyerjes plotësuese? Në rast të parë, doja të diferencoja disa koncepte. Alergjia ushqimore çfarë është? Alergjia ushqimore është reagimi ose më saktë hiperreagimi i sistemit tonë imunitar ndaj një substance e cila merret me anë të ushqimit. Intoleranca ushqimore nuk është gjë tjetër veçse pa aftësi organizmit tonë për ta tretur një substancë të saktuar, ndërsa sensibilizimi është një reagim krejt normal i organizmit ndaj një ushqimi të caktuar i cili është afat shkurtër. Në lidhje me kur ne fillojmë ushqyerjen solide, pra mbas muajit të 6, rrezikojmë që ne të kemi shenjat e intolerancës. Probiotikët, a është e nevojshme të përdoren tek foshnjat dhe fëmijët e vegjël dhe nëse po, cilat janë përfitimet dhe rrezikët e tyre? Në rast të parë doja të saktësoj se çfarë janë probiotikët. Probiotikët nuk janë gjë tjetër tërësia mikroorganizmave të gjallë, të cilët merren dhe vendosen në traktin tonë tretës dhe na ndihmojnë shumë në lidhje me një sferash në lidhje me fëmijët. Është parë të cilat, sidomos në rastet e fëmijëve të cilët bëjnë lindje jo me lindje natyrale në rrugë natyrale, po në rrugë me ndërhyrje cezariane, është parë se këta fëmijë që mikrobioma, pra tërësia e mikroorganizmave të gjallë të cilët ndodhen në traktin tretës, fillon dhe prishet dhe te këta fëmijë është shumë e rëndësishme përdorimi që nga dita e parë e jetës. Pra rekomandohet kryesisht një vegjëli në ditët e para të fëmijë të cilët janë të lindur me seksio cezarea, pra me ndërhyrje kirurgjikale. Por dhe të fëmijë të cilët kanë bërë lindje natyrale janë shumë të mira. Çfarë na bëjnë ato në organizmin e një fëmie? Ato na rrisin imunitetin, na ndihmojnë në përthithjen e shumë mikronutrientëve, na ndihmojnë në përthithjen e kalciumit, na ndihmojnë në përthithjen e magnezit, na ndihmojnë në sintezën e vitaminave K. Na ndihmojnë që në momentin që fëmia ka një virozë duke përdorur probiotikët, kjo virozë zgjat më pak. Na ndihmon kryesisht për infeksionet respiratore, nëse fëmia ka një koll, një rrufnjë të shtim, pra është një virus, ndihmon që përgjigjja jonë imunitare të jetë më e fuqishme dhe më e mirë. Gjithashtu, sot gjithnjë më shumë po i më shohet gjithë tërësisë së mikrobiomës dhe lidhjes së saj me sistemin tonë nervor qendror. Pra, nëse kemi një trakt tretës të shëndetshëm, sigurisht do kemi edhe një mbarvajtje të gjitha sistemeve tona, por kryesisht të trurit tonë dhe sistemin nervor qendror. Pra, përdorimi i tyre po gjen gjithnjë më shumë një fushë të madhe përdorimi. Përdorimi i tyre mund të jetë afat gjatë, që do thotë që mund të jetë edhe për disa javë, ndonjëherë edhe disa muaj. Sot mjekësia është në një gamë të gjerë studimesh në lidhje me përdorimin e tyre dhe efektet anësore, dhe pse efektet anësore të tyre janë shumë të pakta dhe në raste shumë të rralla mund të ndodhin, mund të nxisin ndonjëherë që sikundër na rrit imunitetin, në raste shumë të rralla mund të ndodhi që të kemi një
një çedim ose një ulje të imunitetit dhe mundet që ato mikroorganizmat të cilat ne i marrim nga goja, ato mundet të bëhen ndonjëherë në patogen, por ndodhin kryesisht në fëmijë të cilët kanë diagnoza të tjera shoqëruese ose sëmundje të tjera metabolike që bëjnë këtë ndryshim lidhje me imunitetin. Çfarë do të këshillonit nënave të reja lidhur me kujdesin për shëndetin, zhvillimin emocional dhe fizik të fëmijës në këtë fazë? Ajo që rekomandoj gjithmonë te pacientët dhe te prindrit normalisht, te nënat dhe te baballarët, rekomandoj që gjithmonë të kujdesen për fëmijën e tyre, jo se ato nuk e bëjnë, por gjithashtu dhe të kujdesen që procesin e ushqyerjes, i cili është hapi i parë dhe lidhja e parë në momentin që ndodh kur jemi me gjidhe ose me formulë dhe më pas kur fillojnë ushqime solide, që ta trajtojnë procesin e ushqyerjes si një lojë ku të ofrojnë sa më shumë dashuri dhe të kuptojnë nevojat e fëmijës. Sepse procesi i ushqyerjes dhe sidomos ulja në tavolinë bashkë me nëna, babai, fëmia dhe nëse ka motër edhe vëlla, rrethimin në atë tavolinë bën të mundur që fëmia të kuptojë nga prindrit se si duhet të ushqehemi. Pra, nëse ai shikon modelin e tyre dy prindërve të shëndetshëm, të cilët han mirë, ushqehen me të gjitha frutat, perimet, qoftë edhe pjesën e mishit ose në produkteve të qumshit dhe të kosit, bëjnë të mundur që fëmia të ketë një mirërritje, një ndjesi lumturie dhe paqe dhe bëhet një lidhje, një connection shumë e mirë me prindin. Këtë do këshilloja gjithmonë. Dhe gjëja e dytë që gjithmonë e rekomandoj është që të mundohen të kuptojnë fëmijën e tyre. Fëmia e tyre i tregon të gjitha shenjat nëse ka apo jo një problem. Nënat në përgjithësi e njohin më mirë fëmijën e tyre sesa ndonjëherë ne mjekët. Duke pasur vëzhguar fëmijën tuaj lidhje me sjelljen dhe nevojat që mund të kenë, ju mund t'ia dilni që të keni mirërritje dhe shëndet të mirë të fëmijës tuaj. Dhe pasi dëgjuam disa këshilla të vyera nga doktoresh Greta, sot do t'i japim edhe disa këshilla praktike veç atyre që dëgjojmë teorikisht. Në fakt, në librin Ushqyerja 0-6 vjeç ka një menu të detajuar për secilën grup mosh, ka patjetër informacion të detajuar mbi ushqyerjen për secilën grup mosh dhe edhe receta të ndryshme. Sot kam menduar që të shkëpus prej librit një tabelë, të cilën regjia do të ma mundësoj edhe për ta parë ju, ndërkohë që së bashku do të lexojmë se çfarë ushqimesh duhet të nisim paraprakisht. Në fakt, ushqyerja në moshën 6 muaj është pak delikate, sepse duhet filloj gradualisht ashtu siç doktoresha e shpjegoi dhe duhet kombinuar përsëri gradualisht me ushqimin e njohur dhe ushqimin e panjohur. Megjithatë, ka ushqime të caktuara të cilat mund ta krijojnë alergji apo le të themi ndjeshmëri dhe për këtë duhet jemi shumë të vëmendshëm si prindër. Në moshën 6 deri në 8 muaj, sigurisht ushqyerja e parë është sa i takon pureve, duhet të jenë pure solide të holla, por që nuk dëmtojnë bebin. Nga ana tjetër duhet kujdesemi që bebi të përtypet, nuk duhet të abuzojnë me masën, sepse ushqyerja 6 muaj sigurisht është diçka prezantuese me ushqimin e ri për fëmijën dhe patjetër është momenti kur duhet të vazhdojë gjithënia. Që do të thotë, në pure ne mund të vendosim qumshtin e gjirit për ta holluar, apo atë formulë në rastet kur nëna nuk ka qumshin e gjirit. Pra, pure patate, karot, kungull, miell orizi, misër, elb, djath parmexhan. Sa i takon në fakt djathit dhe kripës në tërësi, ne do të rekomandojmë të mos e përdorim deri në moshën 1 vjeçare. Për kripën, për hir të faktit se sistemi renal pra veshkat e bebit nuk janë përgatitur për të përballuar këtë sasitë e lartë kripe, por nga ana tjetër mund të na shkaktojë probleme. Nëse duam të japim pak më shumë shije ushqimeve të bebit, mjafton të grim pak djath parmexhan, i cili është i stazhonuar dhe na ofron për bebin acide yndyrore esenciale, omega 3, por nga ana tjetër kalcium dhe vitamin D shumë të rëndësishëm për shëndetin e tij. Vaji i ullirit, që patjetër është një yndyrë e shëndetshme që ndihmon zhvillimin e trurit të bebit, por edhe rritjen e tij në tërësi, mishin e homogjenizuar, biskotat integrale, të cilat nuk duhet të jenë të paketuara, por ndërkohë mund të ekzistojnë dhe produkte si biskotat apo ushqime të tjera për fëmijë të cilët janë të certifikuar dhe ofrojnë garanci dhe siguri për njerëzit, pra edhe për bebi gjithashtu. Fruta të ndryshme, sa i takon në fakt ju shikoni aty edhe fruta sikundër mund të kenë ushqime të cilat mund të krijojnë alergji. Këtu duhet jemi të kujdesshëm që në fillesat e para të një fruti të caktuar duhet të shohim nëse bebi reagon apo jo. Në momentin që ai reagon në mënyrë kategorike nuk duhet t'ia japim atë frut. Në moshën 9 deri në 12 muaj sigurisht nevojat për kalori të bebit janë rritur, kërkesat për mirë ushqyerje dhe mikronutrient përsëri është rritur dhe krahas gjithçka thamë më sipër, ne mund të shtojmë legumet ose ndryshe të quajtura bishtajat, pra thjerza, qiqra, fasule, duke i shoqëruar këto me spinaq, qep, agrume, djathra të stazhonuar, pjeshk, luleshtrydhe, qershi e tjerë me radhë. Sa i takon luleshtrydhes është ndër ato fruta që njihet për shkaktim të alergjive, por kjo jo tek të gjithë. Ndaj duhet patur kujdes nga prindi në këto raste.
mbi moshën 12 muaj, bebi tashmë është më i përgatitur, sistemi i tij tretës dhe trakti tretës është më i përgatitur, zora e tij përpunon më mirë, e ka arritur aftësinë përthithëse dhe është më thjesht për ne për të kombinuar. Ndaj në këtë rast, krahas gjithë ushqimeve që si përmendëm, shtohet edhe veza e cila duhet zier fort. Sa i takon vezës, e dim që fillohet gradualisht për hir të faktit që mund të shkaktojë proteina, alergji për hir të përmbajtjes së proteinave. Sa i takon tabelës së dytë, e cila është pak më e gjatë, por për ata që janë të interesuar për më shumë, mund t'i drejtohen edhe faqeve të librit, i cili ka të detajuar dhe shpjegimi për katës. Megjithatë, këtu kemi bërë një ndarje ndërmjet moshës 12 muaj, pra 1 vit, deri në atë mbi 12 muaj mbi 1 vjeç. Drisrat janë ushqimi i parë që provohet tek bebat, së bashku me purete perimeve dhe apo frutave të ndryshme, dhe si për moshën 12 muaj dhe atë mbi 12 muaj duhet përdorur të gjitha drisrat. Me frutat vazhdohet me të njëjtat në moshën 12 vjeç, duke i shtuar 12 muaj, më falni, duke i shtuar dhe frutat të tjera sikundër janë qershit, kivit, manaferat, gështenjat, frutat e thata e kështu me radhë, duke rritur mundësinë për të fituar më shumë mikronutrient, por dhe për të pasuruar atë mikroflorën nëpërmjet fibrave që këto ushqime përmbajnë. Perimet patjetër që janë të njëjtat, mund të shtojmë kungullin e verdh, por edhe mund të shtojmë panxharët edhe rrepat si një ndër frutat, perimet zhardhokore të cilat na ofrojnë sasi të larta të polisakarideve ose karbohidrateve komplekse që janë shumë të rëndësishëm për shëndetin e bebit. Qumshti dhe produktet, në fakt sa i takon qumshtit të lopës, përsëri ka diskutime, deri në moshën 1 vjeçare nuk rekomandohet dhënia e qumshtit të lopës për hir të pamundësive ekonomike apo arsyeve të tjera që nëna zgjedh t'i japi qumësht lope, të paktën ai ushqim të jetë i holluar. Pra, një raport qumësht me 2 raport ujë në mënyrë që bebi të konsumojë një ushqim që e preferon ndoshta qumshtin, por të mos dëmtoj zorrën e tij, sepse nëpërmjet sasisë së lartë të kalciumit mund të shkarkojë hekurin dhe mund të na krijojë mikrohemoragji intestinale, por nga ana tjetër vetë sistemi i veshkave nuk është i përgatitur për sasinë e lartë të proteinave që vetë qumshti përmban. Mishi duhet të kemi parasysh cilësinë. Në fakt sa i takon mishave, një ndër ushqimet më të preferuara për fëmijët mbetet mishi i pulës dhe në fakt kur flasim për mishin e pulës, gjithmonë kujdesemi që të ofrojmë në tryezat shqiptare si për fëmijët dhe për të rriturit ushqimin më të mirë dhe i cili garanton cilësi jo vetëm në mikronutrientët që përmban, por këto të fundit varen shumë nga mënyra se si ajo pula është rritur në kushtet në të cilat qëndron, mënyra se si theret, mënyra se si ruhet në frigorifer e të tjera me radhë. Sigurisht tregu jon ofron sasi të shumta të mishërave të pulës, por patjetër që gjithë secili nga ne ka të preferuarin dhe unë sigurisht preferoj mishin e pulës Alpol dhe të gjithë nën produktet e pulës, pra mërqit, zemrat, veshkat e tjera me radhë që janë shumë të rëndësishme për sasitë të larta të hekurit, vitaminës B12 dhe elementë të tjerë të cilët ndihmojnë rritjen e bebit, po ashtu edhe tërësinë e shëndetit edhe tek të rriturit. Pula Alpol bën diferencë në fakt dhe jo më kote kam zgjedhur pjesë të tryezës time në familje për rritjen e Nikolës, por edhe për gjithë pjesëtarët e tjerë, por nga ana tjetër një ndër bashkëpunëtorët më të mirë të këtij emisioni, sepse sigurisht nëse duam të japim këshilla mbi ushqyerjen, duhet patjetër të ofrojmë edhe bashkëpunëtorë të cilët kanë respekt për produktin ushqimor dhe patjetër për konsumatorin. Dhe në fakt, Alpol është një ndër ato firma të cilat kanë ngritur një strategji dhe një teknologji të mirëfillt që na garanton vërtet cilësi dhe higjiena që është më e sigurta. Ndaj, mishi i pulës i preferuar i fëmijës mund të jetë alternativa më e mirë mishi Alpol, por patjetër mund të vendosim peshkun, mund të vendosim edhe mishrat e tjerë si mishi i viçit, i cili na ofron sasi të konsiderueshme të hekurit dhe patjetër është një burim i mirë i proteinave. E nëse le themi i referohemi sheqernave, në fakt në fund të tabelës thuhet sheqer, por i referohemi sheqernave të frutave, sheqernave nëpërmjet mjaltit, dhe deri në një moshën 1 vjeç nuk rekomandohet mjalt, mbi moshën 1 vjeç mund të rekomandohet mjalt me sasi të reduktuara, por duhet patur parasysh që kur themi sheqer të thjeshtë nuk rekomandojmë sheqerin e bardhë të tavolinës, por alternativa të tjera të shëndetshme që ne kemi përmendur edhe më herët si ksilitol, eritritol, stevia e kështu me radhë. Dhe për të qenë më praktik, unë kam vendosur të jap 2 receta për ju, të cilat përsëri gjenden edhe në faqet e librit. Kam vendosur supën me thjerza dhe oriz. Sigurisht në këtë moshë bebi është gati 9 muaj dhe është në gjendje që të konsumojë një ushqim i cili nuk është thjesht një pure, sepse duhet gradualisht fëmijës t'i japi mundësinë që të zhvillojë kafshimin, të zhvillojë shqisat dhe të kuptojë se ushqimi ka dhe teksturë, jo të gjitha ushqimet janë njësoj, jo të gjitha kanë të njëjtën ngjyrë. Duke bërë gjithmonë pure, ne nuk japim
japi mundësinë fëmijës që të kuptojnë ngjyrat në ushqim. Ndaj, unë kam vendosur të jap për ju sot supën me thjerza dhe oriz, 4 lugë gjëlle thjerza, gjysmë lugë gjëlle me salcë domate që është shumë e rëndësishme, salca domates kur gjithmonë përgatitet në shtëpi apo domate e freskët, 3 lugë gjëlle oriz, kuptohet në këtë rast jemi duke folur për orizin integral i cili na pasuron me bënjishin tiaminën, por nga ana tjetër dhe sasitë e larta edhe të folateve, por patjetër edhe fibrat shumë të rëndësishme për shëndetin e bebit. Ujë, 1 lugë gjëlle vaj ulliri, pak krip sa përshije. Nëse duam ta shmangim kripën, që do ishte ideale, mund të hedhim djathtin parmexhan që unë shpjegova pak më sipër. Sigurisht pasi kemi shpëlarë të gjitha produktet, i vendosim në zjerje dhe në fund supa do të jetë gati. Kemi vendosur domate të mbushura, shpesh në tryezat tona e kemi një pjatë me speca të mbushur, patlıcan të mbushur etj. Me radhë, por dhe domatet janë shumë të rëndësishme për të vendosur në tryezë. Ne kemi thënë gjithmonë që domati është një ushqim shumë i rëndësishëm për sasitë larta të vitaminës E, të vitaminës A, antioksidant të rëndësishëm si lutein, zeaksantin dhe elementë të tjerë, por nga ana tjetër duke qenë e gatuar, ajo i paketon të gjithë këto elementët dhe na i ofron si një dhuratë për shëndetin. Ndaj kemi vendosur të kemi një domate, duke i marrë pjesën e saj të brendshme, e mbushim me mishin e grirë, pak majdanoz, bukë të thekur të grirë, vaj ulliri dhe pak djathtë të grirë. Pra, në këtë rast kemi vendosur dhe erza, kemi vendosur dhe karbohidratin, kemi lënë edhe proteinën nëpërmjet mishit, por kemi vendosur dhe sasi të konsiderueshme të perimes që në këtë rast është domatja. Sigurisht mënyra e gatimit ne shqiptarët janë gjithmonë shqiptarët përgjithsisht janë anvisa të mira, kështu që dim si ta përgatisim, gjithsesi është shumë e thjeshtë, mjafton ta vendosim në furrë dhe për pak minuta ajo do të jetë gati. Është një ushqim ku mund të mbledhit gjithë familjen, sepse vjen një moshë e caktuar e jetës së bebit ku mund t'i bashkohet tryezës së familjes, por me kujdesin që të kemi sa më pak vaj dhe sa më pak krip. Sa ditë më parë, 2 ditë më parë ne lançuam edhe në Instagram dhe sigurisht kemi mbledhur pyetje edhe prej aty dhe njëra prej pyetjeve të Instagramit në fakt ishte por fëmia im ka filluar të refuzoj. Në fakt neofobia konsiderohet si një ndër dukuritë e cila shfaqet rreth moshës 2-3 vjeçare, është frika për provimin e ushqimeve të reja ose në raste të caktuara bëhet edhe fëmia pikëtër, pra përzgjedh ushqime të caktuara dhe prej atyre nuk del. Këtu lind sfida më e madhe e prindërve sepse mendojnë që deri në ato moshë e kishin në duar kontrollin sa i takon ushqyerjes, por tani gjithçka është jashtë kontrollit. Gjithsesi duhet të marrim informacion mbi këtë situatë dhe si duhet të sillemi. Sigurisht, fëmia duke qenë i vogël nuk mund të kuptojë shumë gjëra, ama shef atë çfarë ti bën. Ndaj në rastet kur kemi shfaqje të tilla të neofobive, së pari duhet të vendosemi në rolin e fëmijës. Duhet të kuptojmë që koha jonë me fëmijët është deri diku e kufizuar dhe ndoshta kjo shmangje e ushqimeve, ky refuzim mund të jetë edhe një mënyrë për të treguar se fëmia është i mërzitur nga mungesa juaj. Mund të tregojë që fëmia ka kaluar një ditë jo të mirë, ndoshta në çerdhe apo në shtëpi varet ku qëndron. Mund të ketë probleme që lidhen me shëndetin dhe është pa rehat. Ndaj në këto raste ai bën një lloj reagimi që mund të jetë edhe refuzimi i ushqimit. Në këto situata duhet jemi pak të durueshëm dhe të kuptojmë se duhet të ndryshojmë situatën në favorin ton, duke sjellë shembullin. Që do të thotë, nuk mundemi të ulemi në tryezë duke konsumuar një ushqim të pashëndetshëm, ndërkohë që fëmijës i kemi vendosur përpara një pjatë me shumë perime dhe fruta. Pavarësisht se ajo mund të jetë shumë e bukur nëpërmjet ngjyrave, ne jemi modeli më i mirë i fëmijëve tanë dhe sigurisht ata do të ndjekin pikërisht këtë shembull që ti po i ofron. Kështu ulu së bashku me fëmijën në tryezë, përpiqu që të konsumosh të njëjtin ushqim që fëmia po konsumon, në mënyrë që ai të kuptojë që okay, ky që nga një ushqim që duhet bërë sepse prindi im është duke e konsumuar. Por nga ana tjetër, nëse fëmia nuk konsumon ushqim mjaftueshëm që për ty duket pak, të lutem mos e streso fëmijën duke i dhënë me zor ushqimin. Duhet të kuptojmë që në këtë fazë të rritjes së fëmijës zhvillohen dhe problematika që lidhen me çrregullimin e të ushqyerit. E di që ka debate dhe komente pafund mbi këtë, por e mira është që të ulemi ndonjëherë ndaj informacioneve, ti shikojmë me kujdes ato dhe ti zbatojmë në familje. Në momentet që ne shohim një pjatë të pambaruar, vendosim alarmin në kokën tonë duke thënë që fëmia nuk po ushqehet. Sigurisht ka racione dhe porcione të caktuara për çdo grup mosh. Ndaj nuk mund të shqetësohemi se fëmia nuk e mbaroi pjatën njësoj si ne. Mjafton të konsumojë sa më shumë elementë të ndryshëm nga pjata që i kemi vendosur përpara dhe le ta lëri pjesën tjetër nëse nuk është i gatshëm që ta mbarojë atë. Mos detyroni fëmijët deri në vjellje, sepse kjo krijon një traumë. Duket pak e çuditshme në fakt, por
Më ka ndodhur shpesh që edhe pse janë të rritur, të më thonë klientët të lutem, hyrida këtë ushqim nuk e dua se e mbaj mend si tani që mami ma jepte me zor. Dhe në këto pikërisht në këto momente ai fillon të memorizoj ndjesi të pakëndshme dhe kujtime të pakëndshme sa i takon një ushqimi. Lëreni fëmijën të eksploroj sa më shumë në mënyrë që ai të zbuloj vërtet shijet e ndryshme të ushqimit. Në moshën 4-5 vjeçare, në fakt neofobia zhvillohet edhe më tepër dhe prindi duhet të jetë edhe disi më i kujdesshëm sepse është momenti kur ai mund të distancohet dhe për le të themi motive emocionale. Duke patur një ditë jo të këndshme në kopësht, ndoshta një lodër e tij e preferuar ka humbur, pra gjërat vogla të cilat për ne prindit duken po ç'janë këto, por ja që për fëmijën kanë një rëndësi të veçantë dhe mund të sjellin ndryshime edhe në mënyrën se si ata ushqen, apo një fjalë e pakëndshme, apo ti ke ardhur vonë nga puna e kështu me radhë. Kështu që mundohuni që me fëmijën të komunikoni, jo gjithmonë me fjalë, sepse fëmia 2 vjeç ndoshta nuk arrin dot të kuptojë sensin e fjalëve tuaja, por nëpërmjet veprimeve. Merrni shpesh të njëjtin ushqim, jepjani në forma të ndryshme, tentoni disa herë, 12 deri në 15 herë duhet kemi durimin që të njëjtin ushqim t'ia ofrojmë në mënyra të ndryshme, në kombinime të ndryshme, në gatime të ndryshme derisa fëmia të fillojë të riperceptojë dhe të rishijojë një ushqim si ky. Kështu që eliminoni presionin dhe normalisht ajo çfarë është çelësi i suksesit në këtë rast është këmbgulja. Kështu pra, bëni lojra pafund, fëmijët tërhiqen gjithmonë mbas formave, fatmirësisht sot ekzistojnë forma të ndryshme, por edhe ju në shtëpi mund të eksperimentoni duke bërë një lepurush me karotën apo me perime të tjera, duke krijuar një formë të lezetshme, mund të krijoni hënën dhe yjet. Pra eksploroni me fëmijët duke i dhënë atyre mundësinë ta prekin ushqimin, ta kafshojnë atë her pas here etj. Mos keni merak se mbyten, absolutisht jo. Fëmia normalisht ka mekanizmat e vet të mbrojtjes, sigurisht duhet jemi aty për ta survejuar, por jo të jemi të fiksuar dhe obsesiv sepse nuk i bëjmë mirë as fëmijës as vetes tonë. Kështu që si logjik pra, le të themi në një formë të një përmbledhje, eksploroni së bashku me fëmijën duke i lënë atyre mundësi dhe hapësirë që ata t'i njohin edhe më shumë ushqimet. Kështu që megjithatë keni kujdes për të shmangur ushqimet të cilat janë të pashëndetshme. Sigurisht gjyshërit të afërmit tentojnë her pas here të vendosin në shtëpi tona ushqime të cilat konsiderohen të pashëndetshme me sheqerna, me yndyrna, kripra të shtuar e të tjerë me radhë ngjyrues, por përpiquni që t'i shmangni nga kuzhina tuaja, sepse normalisht një fëmijë duke parë një ngjyrë të bukur, një aromë të këndshme, mund të shkojë ta provojë dhe në momentin që e provon sigurisht mund të krijojë edhe dëshirën për ta konsumuar më shpesh. E kështu pra, kjo ishte një ndër pyetjet që mua më erdhi në inbox në Instagram, megjithatë pyetje pafund vijnë edhe nga ju, por dua të them se për cilin do prind i cili vërtet do të kujdeset për shëndetin e fëmijës, nuk është fare e frikshme të komunikosh me fëmijën dhe nuk është fare e paarritshme që ti të arrish një balancë ndërmjet ushqyerjes së shëndetshme dhe dëshirave të fëmijës. Mjafton të shmangni ushqimet që Nikola na tha se duhen shmangur, si pijet e gazuara, pijet e ëmbëlsuara, patetina, çokolata, brioche e të tjera me radhë. Sigurisht në një moment caktuar të javës fëmia mund t'i konsumojë, por të jenë të reduktuara dhe të mos jenë në formën e shpërblimit. Bëj detyrat se do të hash këtë, apo haje këtë ushqimin se pastaj do të hash këtë. Në këtë lloj forme nuk po e ushqeni shëndetshëm dhe as nuk jeni duke ofruar një shëndet mendor të mirë të fëmijës. Mirë, pra atëherë shohim cila pyetje ka ardhur e para. Atëherë pyetja e parë, cili është ushqimi më i mirë për foshnjat në muajin e parë? Së pari dua të theksoj se ushqyerja e mirë është ajo çfarë mjekët rekomandojnë. Që do të thotë? Në momentin që fëmia bëhet gati, dhe çfarë do të thotë bëhet gati? Ai e ruan posturën e kokës, pra e qëndron mbi shpatulla, kërkon të luajë me lugën, kërkon të kafshojë, të shikon drejt në sy çfarë tipo konsumon, atëherë është momenti që ti të fillosh ushqyerjen, dhe e cila duhet të jetë drithëra dhe patjetër duhet të jetë pure. Por ka raste të caktuara kur mjeku shikon të arsyeshme fillimin e ushqimit përpara moshës 6 muaj, që është pikërisht mosha 4 muaj. Megjithatë, rekomandimet janë që përpara 4 muaj dhe pas 7 muaj janë limitet cilat nuk duhen kaluar. Megjithatë, kjo mbetet gjithsesi nga rritja dhe zhvillimi i fëmijës.
Pyetja tjetër, nëse një fëmijë nuk është ushqyer shëndetshëm në këtë interval moshe, cilat janë pasojat kur të jenë të rritur? Sigurisht deficiencat në minerale dhe në vitamina. Deri në moshën 5 vjeçare, fëmia ka nevojë për sasi të konsiderueshme të hekurit dhe patjetër të vitaminës D dhe të gjithë mikronutrientëve. Ndaj her pas here dhe mund të suplementohet fëmia me këto dy elementë që unë thash pak më sipër. Nëse një fëmijë nuk ushqehet mjaftueshëm ashtu siç duhet, me koloritet e nevojshme sipas grup moshës, sipas ushqimeve me radhë, një fëmijë mund të krijojë alergji, mund të krijojë intoleranca të ndryshme, mund të krijojë probleme me sistemin imunitar, probleme të përthithjes së elementeve, deficienca, anemi dhe probleme të tjera të zhvillimit të rritjes, por nga ana tjetër dhe proceseve kognitive. Cili mund t'jap lëng frutash në moshën 6 muajsh? Absolutisht jo, nëse flasim për ushqime të paketuara, pra dhe nëse flasim në këtë rast për lëngje frutash të paketuara në mënyrë kategorike jo, sepse ato janë me konservant, me ngjyrues dhe me sheqerna. Nëse flasim për fruta, unë përsëri do të rekomandoja që të jenë fruta stine, fruta të plota. Kështu fëmia do të ketë mundësinë edhe ti shijoj, por nga ana tjetër dhe të marrë mjaftueshëm fibrat dhe të gjithë mikroelementët që një frut përmban, kuptohet sipas një rregulli të caktuar që e kemi seksuar shumë herë sot. Është e sigurt të përdor vezë për foshnjat? Sigurisht që deri në moshën 1 vjeçare mirë është të mos konsumohet veza, sa i takon fillimit të vezës fillohet gjithmonë me të verdhën, e bardha shmanget për hir të faktit që ka sasi të larta të albuminës dhe proteinave të tjera, duke nxitur dhe shkaktuar reaksione alergjike, por megjithatë jo të gjithë fëmijët mund të pasojnë alergji, por rekomandohet që të bëhet në mënyrë graduale. Ndaj në këtë rast gjithdhënia është shumë e rëndësishme sepse në këtë mënyrë duke marrë imunoglobulinën A, duke fituar dhe antitrupa të tjerë, fëmia forcon sistemin tretës dhe shmang sasi, ose le të themi shmang situata alergjike gjatë jetës së tij. Si mund të ndihmojë një fëmijë që është nën peshë ose mbi peshë pa krijuar presion emocional? Patjetër që ka mënyra, gjithsesi duhet kuptuar arsye pse fëmia është mbi peshë, sepse mund të ketë ardhur nga një lindje me peshë të lartë, mund të ketë ardhur nga prindër me pesha të larta, po ashtu mund të ketë kaluar nëna një shtatzani ku ka pësuar dhe diabetin gestacional dhe insulinat patjetër kanë bërë punën e vet, është keq ushqyer etj me radhë, por gjithmonë është koha e duhur për të menaxhuar. Stresi emocional nuk duhet të ndodhë sepse duhet bashkëbiseduar me fëmijën që kjo peshë nuk është e volitshme për shëndetin e tij. Është mirë që të takojmë nutricionistin sepse ai do ta japi një mundësi shumë të mirë për të provuar ushqime të reja me shumë ngjyra, ne do të eksplorojmë metoda të ndryshme, ne do të gatuajmë së bashku etj me radhë. Pra, një komunikim në rrobat e fëmijës. Në momentin që ti bëhesh fëmia, atëherë ai të shef si një shok dhe mund të flasë me ty. Fëmia nuk bëhet dot sa ty, kështu që të ngelet ty të sillesh si një fëmijë dhe të kujtohesh që dhe ti ke patur probleme apo mungesa të dëshirave për ushqime të caktuara. Nëse do duhet të zgjidhim një ushqim, qoftë ky frut, peri me mish, bulmet apo drithër, që është një nevojë absolute e pjatave të fëmijëve, kë do të zgjidhnit? Nuk ka zgjedhje, janë të gjitha ushqimet që duhet jenë pjesë e një ushqyerje të balancuar për fëmijët. Nevoja e fëmijës për një mirëqenie dhe rritje është le themi e etur apo e uritur për sasi të konsiderueshme të këtyre nutrientëve, ndaj të gjithë makronutrientët dhe mikronutrientët duhet jenë pjesë e regjimit ushqimor të një fëmie. Nuk ka zgjedhje, mund të shmangi vetëm ato të cilat konsiderohen të pashëndetshme. A duhet japim foshnjës probiotik për të mos përsëritur dhe të mos marrë kohën? Doktoresha e shpjegoi shumë mirë këtë pyetje, ndaj është e mira që ju që nuk arritët dot ta ndiqnit në kohë, t'i ktheheni YouTube-it për të parë këshillën e doktoreshës. Po ne që po manifestojmë për një vajzë, çfarë këshille na jep? A duhet përgatitemi përpara? Në libër është programuar një pjesë shumë e rëndësishme për 1 ditët e para të jetës. Në fakt, periudha parakoncepcionale, përpara ngjizjes pra të një bebi, është periudha kur ti vërtet po kujdesesh për jetën e një bebi që po të vjen, por nga ana tjetër për një njeri i cili në gjithë jetën e vet do të jetë e shëndetshme. Sigurisht manifestimi do bëj punën e vet, por dhe ju si prindër duhet të kujdeseni që ushqyerja juaj duhet të jetë shumë e shëndetshme, të kryeni ekzaminimet e duhura për të kuptuar nëse kemi problematika të shëndetit që duhen trajtuar para shtatzanis, por nga ana tjetër të shmangim duhanin apo elementë të tjerë të stilit të jetesës që mund të dëmtojmë cilësinë e spermës tek mashkulli, por nga ana tjetër edhe cilësinë e shëndetit të femrës në këto raste. Duke pasuruar trupin me nutrientë të plot, patjetër që edhe do të kemi një mjedis të mirë kur ky fëmijë do të ngjizet dhe do të rritet. Kështu që përpiquni që të ushqeni shëndetshëm dhe shtatzania të ketë ushqyerjen e nevojshme sipas 3 mujorëve, e jam e sigurt që vajza juaj ka për dalë shumë e bukur. Si ta manifestojmë një vajzë, tani duhet kalojmë në një tjetër platformë, mjafton të doni, në momentin që dëshiron diçka, gjithmonë arrihet me pak punë dhe përpjekje.
Kur mund të fillojë të përdorë ushqimet e forta si copa karote ose moll, që në momentin e parë që fillojnë kicat, që zakonisht I themi, kur ne shohim që bebi është duke luajtur me dhëmbët e veta, me pak kohë buke ne mund të kuptojmë që ai fillon të kafshojë, është momenti që mund t'i japim ato fingersat, që zakonisht I quajmë ushqimet finger të vogla, në mënyrë që ai të eksplorojë me dhëmbët. Cili është ushqimi më mirë për foshnjën në muajt e parë, drithrat dhe puret, si përmendëm, është mirë kur fëmia pas vitit të parë të jetës konsumon të njëjtin ushqim që konsumohet dhe për të gjithë familjen, pra dhe ato që konsumojnë prindrit, nëse prindrit ushqehen ashtu siç duhet, nuk është problem. Por në qoftë se fëmia nuk e ka kaluar targetin moshor për një ushqim të caktuar, sigurisht që bebi duhet të ushqehet ashtu siç duhet. Pra nëse fëmia është 6 deri në 8 muaj, ne nuk mund t'i japim atij vezën, siç e tham pak më sipër, apo nuk mund t'i japim atij bukën, e cila ende nuk është e përfshirë në dietën e tij ushqimore, apo legumet e të tjera me radhë. Megjithatë keni parasysh sepse tek legumet ka diçka specifike, fëmijët në fakt sapo lindin është mirë që krahas vitaminës K dhe elementeve të tjerë që injektohen sapo bebi lind, bëhet një ekzaminim që quhet glukoz 6 difosfataza dhe elektroforeza e hemoglobinës, e cila duhet ripërsëritur sepse normalisht kemi ende mbetjet e hemoglobinës fetale. Çfarë do thotë glukoz 6 difosfataza? Është një enzim e cila nëse mungon në trupin e fëmijës, mund të shkaktojë ato që quhet anemi hemolitike si pasojë e konsumit të bathës apo herëherë dhe ndonjëherë bishtajve të tjera, kryesisht bizeles. Gjithsesi, është një ekzaminim që edhe mjeku pediatër shpesh ju a rekomandon, por keni parasysh se fëmijët të tillë të cilët kanë mungesë të kësaj enzime nuk duhet në mënyrë kategorike të konsumojnë bathën apo bishtaje të tjera në varësi të këshillës së pediatrit në këtë rast. Sa shpesh duhet të provojë një ushqim të ri nëse foshnja e refuzon? 12 deri në 15 herë, jo vetëm foshnja, por edhe ne të rriturit mund të krijojmë neofobi apo largim të dëshirës për të konsumuar një ushqim të caktuar, mjafton ta sillni ato në forma të ndryshme. A mos vallë një kujdes kaq i detajuar me fëmijën në të ardhmen të kthehet në fiksim dhe dëm për fëmijën dhe jetën sociale të tij dhe vetë individin që po krijojmë? Absolutisht jo, nuk është fiksim, është ekuilibër. Pra, marrja e njohurive në burimet e dhura, respektimi I rregullave dhe këshillave nga specialist, leximi I informacioneve të dhura nga burimet të caktuara, të cilat janë të konfirmuara dhe të filtruara, asnjëherë nuk bëhet obsesion, sepse kjo gjë nuk bëhet me dhunë. Kjo gjë bëhet nëpërmjet një komunikimi, nëpërmjet një diturie dhe sigurie që ti si prind ke në ato që po lexon dhe po këshillon. Nëse gjërat merren hap pas hapi dhe gradualisht, sigurisht që nuk ka pse të kthehet një presion I madh. Absolutisht, mjafton që kjo le të themi të jetë një mënyrë jetese. Pra ti po mëson fëmijën tënd për të patur një mënyrë jetese të shëndetshme, nuk jemi duke krijuar presion në mënyrë absolute. Në fakt, ne kemi folur shpesh për ushqyerje, kemi folur për menu, kemi folur për receta e të tjera me radhë, por asnjëherë informacioni nuk mjafton. Gjithkohë duam të marrim këshilla sa më shumë gjithmonë nga ekspertët. Megjithatë, dua t'ju rikujtoj se për të gjithë prindrit të cilët kanë nevojë për një këshillë specifike, për këshilla të cilat janë të kristalizuara, pa shumë ujëra, unë kam vënë në dispozicionin tuaj librin Ushqyerja e fëmijëve 0 deri në 6 vjeç, që është një manual shumë I thjeshtë, ku do të gjeni jo vetëm receta, menu, përgatitje, ushqimesh e tjera me radhë, por lojrat veçanta që mund të ndihmojnë prindrit në rritjen e fëmijës. Dhe kur flasim për prindrit nuk e kemi fjalën vetëm për nënat, por edhe për baballarët, sepse fëmia ka nevojë për të gjithë familjen që të rritet I shëndetshëm, dhe aty do të keni dhe mënyra se si mund të dalim neve jashtë një problematike të caktuar që lidhet me çrregullimet e të ushqyerit. Dhe aty ka një kapitull që lidhet pikërisht se si duhet të sillemi kur kemi çrregullimet të ushqyerit tek fëmijët me natyrë emotive, dhe nëpërmjet një informacioni të detajuar shkencor dhe profesional të doktoresh Elona Dashi, që është psikiatre për adoleshentë dhe fëmijë, aty do të keni zgjidhjen e duhur për të gjithë. Ndaj, kushdo që dëshiron të ketë këtë libër në duar, një ndër partnerët tanë përsëri të emisionit është Rafti Botime dhe Rafti Magjik, e ka këtë libër në raftet e veta, po ashtu mund ta porosisni dhe në formën online. Tani është koha për t'u kthyer një koleges time, e cila me shumë dashamirësi pranoi të jetë pjesë e emisionit dhe të gjitha projekteve që në tërësi u ndërmarr, është Ardiana Berisha, e cila është diplomuar në shkencat e ushqimit dhe dietologjisë në Gjermani. Ajo punon në klinika të specializuar për trajtimin e çrregullimeve të ushqyerit në qendrat e kujdesit për shëndetin e zorëve, dhe gjithashtu është e angazhuar në fushën e parandalimit të kancerit me një eksperiencë të veçantë sipas standardeve të shoqatës gjermane të ushqyerit. Ardiana Berisha sot do të na japi shumë informacione se takon rëndësisë së mikronutrientëve, makronutrientëve. 1 ditë vetë para që unë e ceka pak më sipër, por nuk e zhvillova, ndaj nëpërmjet një inserti që regjia do ta vendos tani, ne do ndjekim këshillat e saj dhe do të kthehemi sërish në studio.
përshëndetje Adriana, dietolog klinike nga Gjermania. Atëherë, pse konsiderohet 11 ditët e para si ato gurë themel për një shëndet të mirë të atij individit në të ardhmen e tij? Dhe kur e them 11 ditët e para, pse janë aq esenciale, do të thotë që nga ngjizja e embrionit deri në ditëlindjen e dytë, edhe përtej asaj deri në vitin në moshën 6 vjeç, por sidomos këto 11 ditët kanë treguar studimet se është shumë e rëndësishme që mirë ushqyerja e balancuar e një shtatzënie, pra në nënës shtatzën, ndikon direkt në aftësitë kognitive apo edhe fizike të atij individit. Do të thotë nga ngjizja e embrionit deri në ditëlindjen e dytë të bebit. Atëherë, çfarë dua të them me këtë? Kujdesi duhet të jetë i veçantë, jo vetëm për ata fëmijë që mbasi na vinë në jetë, të na akuzojnë neve si prind, por edhe gjatë shtatzënisë. Një dietë e mirë balancuar, qoftë me proteina cilësore, me yndyrra cilësore, sidomos në një studim në 2021 nga Harvard na tregon që ato nëna që kanë konzumuar sasi të mjaftueshme të omega 3 dhe jodit, fëmijët e tyre janë me aftësi kognitive shumë të larta sesa ata nëna që në këtë pikë kanë më pak konzum të yndyrave të mira dhe të jodit. Çfarë dua të them me këtë? Një dietë e balancuar kontribon direkt edhe në mirëqenien e fëmijëve tonë. Pjesa tjetër është natyrisht edhe parandalimi i sëmundjeve metabolike që tani më e dim që obeziteti apo edhe diabeti, vetë që deri më tani ishte sëmundja e sheqerit, si quhet ndryshe, ishte sëmundja e të moshuarit, ndërsa tani prek edhe moshat shumë të reja që kjo është natyrisht shifër alarmuese që duhet të na brengos neve të gjithëve. Unë jam edhe nënë e dy fëmijëve që kjo posaçërisht më ka vëdësuar në këtë pikë. Pra një dietë e ekuilibruar ose një investim në një dietë. E them dietë, më mirë them mirë ushqyer sepse fjala dietë lidhet direkt me ndalesa, një mirë ushqim apo një regjim ushqimor, është një kurthemel që ne vendosim për një të ardhme të fëmijëve tonë për të siguruar një qëndrueshmëri shëndetit fizik, mendor dhe emocional. Na tani e dim që ushqimi nuk është vetëm për një zhvillim fizik të asaj krijese që ne e mbajtim në trupin tonë, por edhe atë të emocioneve dhe të shëndetit mendor, të mendjes tonë. Dhe kjo është një mundësi e ardhë për brezat tonë të ardhshëm që me të vërtet duhet ta kemi kujdesin jashtëzakonisht ne si prindër për një ushqyeshmëri të tillë, për parandalimin e shumë sëmundjeve që mund t'i kanoset. 6 muajt e parë janë qumshti i nënës, do thotë ushqimi i fëmijës është gjithënia dhe gjatë kësaj faze natyrisht po ashtu është dietë e rëndësishme konzumi i ushqimit ose regjimi ushqimor i një nëne, sepse atë ushqim që konzumon ajo natyrisht na kalon përmes qumshtit tek bebi. Dhe pas asaj natyrisht duke filluar me tabelën që sot e dim të gjithë çfarë duhet të konzumohet dhe nuk dua të dal në detaje me cilat ushqime fillojmë nga muaji 7, nga muaji 8 të tjerë, sepse tani kemi rekomandim të BSH-s edhe më të tjerë, por çfarë dua të dal më shumë tek krijimi i zakoneve të ushqyerjes, sepse në kohët e fundit në spital ku i bëj punën me fëmijët dhe sidomos që janë preadoleshent apo edhe më të tjerë, të gjithë ata fëmijët që kanë problematika me shëndetin ose që janë obez ose që kanë një body mass index shumë të lartë sa që duhet ose edhe më të ulët sa që duhet, natyrisht luan rol ose kanë nisur nga tryeza e familjes ose ushqyerja në tryezën e familjes dhe pikërisht nga familjarët, nga prindërit, sepse ne si prindër jemi ata udhërofyes e tyre se si do duket të nesëm shëndeti i tyre fizik, mendor dhe emocional. Dhe këtu krijohen zakonet e të ushqyerit në tavolinë. Duhet tek dalë tek këto zakonet sepse duhet ose anashkalohet kohëve fundit shumë. Pse është kaq e rëndësishme ushqyerja e mirë, balancuar e një fëmijë nga 0 deri në 6 vjeç. Mbase në këtë moshë kaq delikate, truri i një fëmiu çdo sekond krijon rrugë të reja neuronale dhe ky proces ka nevojë për një mirë ushqyerje të jashtëzakonshme me makro dhe mikro, pra vitaminat dhe mineralet. Këto makronutrientë dhe tani më mendoj që i dim të gjithë çfarë duhet të konsumohet dhe të gjitha nënat kujdesen atë sepse kemi rekomandime të
ndryshme të organizatave OPSH apo DGE, por çfarë mendoj që këtu bëhet edhe ai bazamenti apo themeli asaj mirëushqyere se si do të duket pra është fati i këtyre fëmijëve në duart tona, se si do të duket e ardhmja e atij fëmijët, atij individit. Dhe mendohet që se si do të ushqehet tani më e dim, por mendoj që një gjë anashkalohet në këtë pikë mbase pjata e mirë balancuar, por marrëdhënia e krijimit të atij fëmijët me ushqimin pikërisht në këtë moshë është shumë delikate dhe këtu fillon natyrisht të jemi model ne si prindër para fëmijëve tonë. Mbase jo atë çfarë thuam, por atë çfarë bëjmë ne, e bëjnë pikërisht edhe fëmijët apo jo. Dhe në këtë rast duhet disa rregulla që do t'i cek, që mendoj që do t'ju ndihmon edhe juve. Pra, krijimi i këtyre zakoneve të ngrenjes së shëndetshme me një ushqim të balancuar, natyrisht ndikohet në atë se si çfarë marrëdhënie ka ai fëmijë ose çfarë marrëdhënie do të ketë ai fëmijë në të ardhmen me ushqimin. Dhe një ushqim i balancuar, me ushqim natyrisht mundësisht me natyral, me ushqim të papërpunuar, apo zakoni tjetër apo rutinë tjetër që do të ishte mirë të jetë një shmangje as përshëndrimeve të ngrënies natyrisë, mos zhurmat e larta, pajisjet elektronike në tavolinë, televizioni në prapavi, gazeta në tavolinë, të gjitha këto shpërqendrojnë fëmijën dhe që do të thotë që në të ardhmen ky fëmijë nuk do të ketë në marrëdhënie të mirë me ushqimin dhe natyrisht rrezikohet edhe nga kequshqyerja, mbiushqyerja apo edhe në sëmundje tjera kronike që pasojnë nga kjo. Dhe këto të gjitha jemi natyrisht ne shembulli i fëmijëve të modeli atyre çfarë mund të shohin. Dhe fëmijët janë as kurioz, fëmijët duhet të inkuadrohen edhe sa më herët në kuzhinë, sepse fëmijët e kanë edhe atë që ushqehin sipas shqisave, atë çfarë shohin. Do të thonë diversiteti i ndryshëm në pijat ose shumëllojshmëria e ushqimeve të ndryshme na furnizon ose i furnizon fëmijët me vitamina dhe minerale dhe pikërisht ata fëmijë që mund të kenë naze, pra nëse nuk do ta hanë një karotë, me siguri do ta provonte edhe një tranguj, ose do ta provonte një tomate ose një spec etj. Të gjitha këto kontribojnë natyrisht në mirëqenien e fëmijës dhe si do ta ketë marrëdhënien ai fëmijë me ushqimin në të ardhmen. Pjesa tjetër, tryeza, tavolina, pra krijimi i rutinës në kohë të caktuar të konsumohet ushqim, të jemi të përshëndruar në atë çfarë po ham ose të mundohemi të ja japim fëmijëve këtë me vete, ndikon po ashtu që ai fëmijë të merr atë ushqim çfarë me të vërtetë i duhet. Dhe çfarë dua të them për fund, imploroj të gjithë juve që të jeni të durueshëm, është fazë shumë sfiduese që të gjithë fëmijët testojnë dhe kufijt tonë të durimit, por është një fazë me të vërtet që lidhen bazamenti i mirëushqyerjes dhe kjo shpërblehet definitiv në të ardhmen ose një fëmijë të shëndoshtë. Mbi të gjitha jemi modeli fëmijëve tonë. Faleminderit Ardiana për këto këshilla shumë të vyera, për çdo, pavarësisht jemi profesionistë së njëjtës fushë, por duke operuar në shtete të ndryshme, në eksperienca të ndryshme, në klientë apo pacientë të ndryshëm, sigurisht përfitojmë edhe nga njëri tjetri. Ndaj duhet kemi modestinë që të pranojmë kolegun dhe të pranojmë profesionistin, pavarësisht se ne mund të jemi në të njëjtën fushë. Eksperiencat janë të ndryshme dhe nëse i këmbejmë ndonjëherë nuk bëjmë gabim, përkundra si përfitojmë më shumë prej këshillave që dëgjojmë nga njëri tjetri. Folëm shumë për ushqyerjen, folëm për kujdesin që duhet kemi në ushqim, në gjithëdhënie e të tjera me radhë, por nuk folëm për ato që ka shumë rëndësi, për ato që në fakt quhet hajduti i kohëve të sotme, mungesa e kohës. Në fakt jeta është bërë shumë e vështirë, shumë frenetike, jemi të detyruar të bëjmë disa punë, jemi të detyruar të qëndrojmë larg familjes për shumë orë, edhe kur themi larg familjes kryesisht larg fëmijëve. Pavarësisht se fëmijët e kuptojnë që ne jemi në punë për të krijuar të ardhura dhe mundësi për ata, sigurisht që këto mungesa lën pasoja tek fëmijët. Pa diskutim që fëmijët mbajnë mend çfarë ne bëjmë, mbajnë mend çfarë ne themi, kanë kujtime nga fëmijëria e tyre deri kur jemi të rritur. Sigurisht ne edhe në këtë moshë kujtojmë kur dilnim me familjen, kujtojmë kur shkonim tek të afërmit tan, kujtojmë kur luanim me prindrit. Ndaj pavarësisht gjithë sfidave që jeta na ofron, duhet të gjejmë pak kohë cilësore për fëmijët tan. Duhet të gjejmë pak kohë e cila jo domosdoshmërisht duhet të jetë 12 orë gjatë ditës, sepse njerëzit ndonjëherë keq kuptojnë. Pra unë do të lë punën për të rritur fëmijët. Absolutisht jo. Njeriu ka nevojë edhe për të dalë, për të eksploruar, për të patur shoqëri, për të rritur profesionalisht, por duke krijuar një kohë që quhet cilësore. Në momentin që ti shkon në familje, gjithçka duhet largohet, puna, probleme, streset, shefi, kushdo me radhë.
ajo çfarë është e rëndësishme në atë kohë është vetëm fëmia jote. Bëj detyrat me të, fol më gjatë me të, lëre fëmijën të shprehet duke mos thënë ç'a i ke këto budalliqe. Dëgjoj shumë prindër që e stopojnë fëmijën duke thënë boll se na lodhe me këto. Fëmia ato ka për të thënë. Sigurisht nëse ti e dëgjon me vëmendje, sot do të tregoj atë çfarë ndodhi me shokun e bankës, nesër do të tregoj problematika më të mëdha. Jetojmë në një kohë ku dëgjojmë informacione super stresuese, sjellje të fëmijëve të cilët nuk janë për atë moshë, le të themi veprime të cilat kanë çuar edhe në fatalitete. Ndaj ju lutem prindër, krahas gjithë impenjimeve që keni, krahas kujdesin për ushqyerjen, kujdesuni edhe për shëndetin mendor të fëmijës, kujdesuni edhe për bisedat e fëmijës, për emocionet e tyre. Nëse arrin të njohësh emocionet e fëmijës vetëm duke e parë në fytyrë, je kujdesur për të gjitha. Në fakt duhet të ndaj një çast nga jeta ime, po themi, personale në këtë rast. Shpesh mëngjesi është sfidë për këdon fakt, me thënë të drejtën, por unë ndoshta konsiderojmë tek prindrit pak gjumash. Dhe një moment të caktuar më ndodhi të ngrihem vonë, duke u nxituar shpejt mëngjesin Nikola, haj këtë vishu shpejt, hajde ikim se më shkon vonë për punë. Dhe i thash vetes time, okay, çfarë po bëj? Po nxitoj fëmijën, po i krijoj stres atij për gjithë barrat e mia. Dhe mendova në një çast të caktuar, nëse unë shkoj me vonesë në punë, maksimumi do të kem një debat vogël me drejtuesin apo me shefi, por do të harrohet. Maksimumi do të pushohem nga puna, por do të gjendet një punë tjetër, dhe kjo do të harrohet. Por fëmia do ta mbaj mend ardhjen time vonë, do ta mbaj mend stresin tim të mëngjesit dhe do të mbaj mend mungesën time. Kështu që punë do të gjendet, ama fëmia nuk do ta kthej kurrë më pas çastin që ti ke munguar. Dhe ju lutem, kujdesuni sa më shumë që fëmijës mos i krijoni strese për barrat tuaja, por mund të gjeni një mënyrë më të shëndetshme për të bërë atyre të kuptojnë se duhet të ngrihemi pak më herët, sepse duhet të shkojmë në punë, ashtu siç fëmia ka detyrim shkollën, ne kemi detyrim punën, në mënyrë që e gjithë familja të jetë e koordinuar dhe secili prej pjesëtarëve të familjes të sjelli, po themi, eksperiencën e vet gjatë ditës, por dhe të kuptojë nevojat që tjetri ka. Kështu që pak më shumë komunikim në familje do të ishte ideja më e mirë për të realizuar edhe ushqyerjen e balancuar, edhe qëndrimin së bashku, po patjetër edhe një shëndet në familje. Është shumë e rëndësishme që familja të jetë e shëndetshme, dhe kur flasim për familje të shëndetshme, nuk në kuptojmë numrin e pjesëtarëve në familje, por kohën cilësore që kalojmë me njerëzit tanë të dashur.